Në qytetin bregdetar të Ulqinit u mbajt me sukses takimi 17 i Oldtimer Fest 2025 i organizuar nga klubi Oldtimerëve Ulcinium në drejtimin e pasionuar të kryetarit Dashu Draga. Ky aktivitet mblodhi pjesëmarrës nga 7 shtete të rajonit, të cilët sollen me krenari veturat e tyre të ruajtura me kujdes, të trashëguara nga brezat e mëparshëm apo të restauruara me mjeshtëri. Atmosfera ishte jashtëzakonshme, mbushur me emocion, nostalgji dhe respekt për historinë automobilistike. Dashu Draga, njeriu që me përkushtim e dashuri për veturat klasike ka ndërtuar një traditë të qëndrueshme në Ulqin, ftoi dhe mblodhi koleksionist nga mbar rajoni, duke bërë të mundur këtë tubim të mrekullueshëm që e ktheu Ulqinin në një qendër rajonale të pasionit për oldtimerat. Takimi nisi me një koktejl mirëseardhje në hotelin Otrand, ku pjesëmarrësit patën rastin të njihen me njëri tjetrin dhe të ndajnë përvojat e tyre. Më pas kolona veturave klasike mori rrugën drejt krajës, ku pamja automjeteve që përshkonin rrugët malore ishte vërtet spektakulare, një paraqe të rikthente në kohë. Në hyrjet e krajës u bë një ndalesë ku veturat u ekspozuan dhe vizitorët patën mundësinë të shijojnë nga afër këto thesare tralla, por edhe pamjen mbreslënse të krajës. Pas ndalesës të pranishmit u priten grotsisht në restorantin Votra, ku ushtrua dhe dreka zyrtare të bimit. Po ky takim ishte takimi 17 që klubi Oldtimerëve Ulcinium nga Ulqini e organizon, takimi radhës. Marrin pjesë disa shtete nga regioni, kroatë, serbë, Maqedonë, nga Kosova, Shqipëria, nga Malizi gjithsesi, dikun mbi 25-6 mjete motorike. Këtu në Otrand kemi bërë një koktej, na kanë shtruar një koktej të pronarët të Otrantit, i falenderojmë. Tashti kemi si destinacione kemi krajen, ku kemi një drek zyrtare për të ftuar edhe për ftuar edhe për profesionalës. Sa pjesëmarrës ishin ditën e sotme? Po dikun rreth 60 pjesëmarrës, 50-60, nuk jam i sigurt se alo nuk e kam bërë bilancin. Të të apasionuarit mbas këtyre makinave, janë vetë ato që lajmërohen të marrin pjesë në këtë tubim, apo jeni ju ata që i ftoni? Jo, këto gjithë janë të ftuar me ftesë. Janë ftuar me ftesë. Po thuj se kjo procedurë ka filluar para 3 muajve, pastaj janë bërë përzgjedhjet e veturave, përzgjedhjet e njerëzve, gjithë janë bërë përzgjedhjet. I zgjedh kualiteti më tepër. Po dita e sotme si mendoni që po vijon? Po mirë, vazhdimsi mirë, po pak ka mungesa me fonde, por i realizojmë, ja dalim. Gjatë këtij eventi shumë nga pjesëmarrësit ndan fjalë mirënjohje për organizatorin Dashu Draga, duke përgëzuar për përkushtimin e tij në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë automobilistike. Për shumë prej tyre, kjo përvojë ishte më shumë se një ekspozit, ishte një përjetim i veçantë që për shumë nuk ishte edhe hera parë, por gjithmonë mbetet e paharruar. U Crnoj Gori Oldtimer zajednica postoji u svakom gradu. Jedan od značajnijih skupova je ovaj skup koji se po 17. put održava. Pokušavamo da kao čuvari savremene istorije i tehničkog nasljeđa organizujemo što više ovakvih skupova. Kao turistička destinacija je poželjno da ljudi vide i da nas prepoznaju sa tim. Od 902. godine su prvo vozilo došlo u Crnu Goru, 903. imamo prvi poštanski saobraćaj sa automobilom u svijetu. Sa ishte veçantë kjo ditë dhe si jeni duke kaluar në këtë tubim? Jena duke kaluar shumë bukur, është një ditë e mrekullueshme, na kena arsyes dje. Edhe pjesëmarrësit, si më thonë, është një gjë shumë e veçantë. Ata që e dinë këtë vlerë, si më thonë, mund ta kuptojnë. Dikush tjetër nuk e kupton se nuk e din rëndësinë e këtyre mjeteve që vijmë na me ta. Po ju jeni nga Shqipëria. Na tregoni pak sa automjete i kemi nga Shqipëria? Sot janë një 5-6 automjete, ndoshta edhe më shumë, si më thonë, që kam pa vetë, po, si më thonë, edhe në Shqipëri ka shumë automjete, oldtimer, si më thonë, po zjanohet për ditë më shumë, si më thonë. Cili është sekreti mbas këtij pasioni? Sekreti duhet me ditë se për i ka vjen, për me ditë se ku e të shku, si më thonë. Ne na pasionu se automobilizmi, si më thonë, ka fillu qysh herët, si më thonë. Unë jam ka mi 20 vjetë, si më thonë, që e njeku, si më thonë, dita ditës këtë punë, si më thonë, edhe për mua është nësi e madhe, si më thonë, edhe për tjerë që vinë e shofin ta evente, si më thonë, ka zbukra që bëhen.
Po, sa mendoni që dita e sotme dhe tubimet e tilla janë të rëndësishme? Janë shumë të rëndësishme. Kjo shikohet, si me thonë, në pjesëmarrjen e njerëzve, kur makinat e vjetra pozicionohen një pjacë, o diko, si me thonë, ka shumë amirus për këtë pazjone, me bë foto, me kalua fer makina, o si me thonë, mi prek me dorë këtë zonat bukra. Po ky është një eveniment i mirë se me Dashun kemi bashkëpunim shumë vjeçar, edhe Dashu e bën organizime ndër më të mirat, si të na edhe të ju, edhe për gëzoj, për manifestimin që e ka bo, është manifestimi qëllum, ka veturat vjetra, të mira, të rujtën e të rështarume, e gjitha gjana. Çfarë rëndësie ka kjo ditë të vëmë në pa mjetët të viteve 50-60, çfarë rëndësie ka? Këtu e një, që më thonë, një rëndësie veçantë, kjo është një trashëgimi që e runë, e restauran, edhe e trashëgon të brezat e arshëm, kulturën tonë të ma hershme që e kem pas edhe na qënë nostalgjin se kur kemi qenë në fëmi, për shembull, se vizitorët vinë edhe thojnë, kur kam qenë fëmi, prindi jam e ka pas këtë makinë, edhe ja këthen kujtimet, kjo retro, ja këthen kujtimet për mas. Po na tregoni me çfarë mjeti keni përfaqësoni sot? Unë kam ardhur me një Mercedes thirrët, një 220 ponton, është i vitit 1958. E ke trashëguar apo ke bler? Jo, na kem kjerë trashëguar, po këtë e kem ble. E kemi marrë pe botës jashtë, pe Norvegjisë e kemi pru, edhe e kem rregullu në Kosovë, dhe tashti me to marrim pjesë në për manifestimet. Këshilloj si bon si nulqin. Cili vit është që merrni pjesë në këtë manifestim? Na pe themelimit, kemi bashkëpunim me Oldtimer Klub Ulqinit, me zotin Dasho, edhe ky vjen të neve në Kosovë, kur e kem manifestimet, na vim edhe i bojmë si të përbashkëta i kemi. Çfarë rëndësie ka ky tubim i gjithë pasionantëve mbas Oldtimerit? Ky ka, këtu bëhet shoqërimi, bëhet njoftësimi i të gjithë pasionantëve të automjeteve historike, Oldtimerave, se me thonë. Këtu shkëmbejmë mendime, për shembull, këtu kush ka nevojë për një pjesë, për një diçka, shkëmbejmë edhe ja gjojmë një tjetrit, pavarësisht ku është, një email e çojmë ose në grupin tonë edhe gjithçka gjinet, edhe kjo e ka edhe atë rëndësinë e shoqërimit të gjithë rajonit. Na tregoni pak për historinë e këtij mjeti tëndin që e ke. Këtë mjet e kam blenë në Paris, e ky është Ford France. Ishte i bamon për ekonominë franceze. Ishte bamë e shkun aty, Ford France, në karoseri Royal Malmaison. Ishte një predgradje Parisit. E kam të shkute 50 vjetë. 37 herë kam qenë Paris Ulqin. Keni jetuar atje? Pa atje kam jetu 12 vjetë në Paris, për më ardhë ke nane, për dashtunit nanes. Jam këthy për hatër babës e nanes, djalin tem se kjo e njef gjimin, si ka ditë motora, e kam pru 45 ditë për me jetu me babën e nanë me këtë makinë. Po na tregoni pak sa ishte vështirë në mbajtja në këtë gjendje që nga ato vite deri më sot? Shumë ish zorë, se puna pjesave, puna copave, dhe më tha nuk ish kalaj mi majtë makinat i moqme. Është kjo automjeti jot që vazhdon dhe e përdor çdo ditë? Ja, këtë një herë në vjetë, kur jena mbledhje me Oldtimera. Po na tregoni për këtë ditë, sa ishte rëndësishme kjo ditë? Shumë ishte rëndësishme, se na mblidhna këto, kur mblidhna mu teku, kena një dashtunit veçantë, se na vim pi Serbie, pi Kroacie, pi Shqipëni. Gjithë me një pasion. Tanë kenë nuk ka të idhnin trup tyne. E ke ishë një dashtuni, kur kishim e qenë tanë popull i botës, Oldtimerista, kur s'kishte me pas luft. Ke ishë parola jeme, faleminderit për jush. Na tregoni pak për këtë aktivitet ditën e sotme. Sa mendoni që ka rëndësi dhe nga vini? Ne jemi përfaqësuesit e Maqedonisë Veriore, vrim nga qyteti Tetova. Na tregoni për rëndësinë e ditës sot. Rëndësia është shumë e madhe se ne jemi të ftuar nga zotni Dashoja që të marrim pjesë, edhe vjet morëm pjesë në këtë tubim Retro Klub Ulqinium. I falenderojmë që na thirri dhe ne ftesës ju përgjigjëm.
Sa mendoni që tubimet e tilla duke bashkuar gjitha këto mjete të ruajtura shumë bukur janë një diçka ndryshe, një diçka shumë e mirë për të bërë? Kjo është një sport i bukur, edhe e shoh se edhe kanë edhe njerëzit shumë interesim të madh. Sidomos edhe ne në Maqedoni kemi shumë interesim për këto vetura të retro klasike. Na tregoni për mjetin që jo sot erdhët të përfaqësoni, cili është mjeti që keni ardhur? Qëllimi jonë e ardhmjas është që të përfaqësojmë edhe veturën tonë, po edhe shtetin tonë. Vetura juaj e keni trashëguar, e keni blerë, na tregoni pak rreth kësaj. Demek ne veturën e kemi trashëgimi prej prindit. Ne jemi rrit me këtë veturë. Gjatë kohë, afër 13 vite, në kohën e Jugosllavisë ne kemi qenë pushime në Ulqin. Sidomos në Ulqin më tepër kemi ardhur në Bar, Kotor deri në Dubrovnik kemi mbrit. Veturën ne kemi restauruar 2014-ën. Restauracioni zgjati afër 4 muaj dhe është në këtë gjendje faktike, mund të vozitet dhe ne kemi ardhur me të vozitme, jo me karotecë. Në cilin vit është bler kjo veturë? Veturë është blerur vitin 1965, prej prindit tim. Po, është i vitit? 1964. Sa kujtime mbart me vete kjo veturë? Unë kam shumë kujtime edhe këto udhë ne kur vim prej Maqedonie për në Maltazi, gjithmonë kur vozis rikujtohen gjërat që kemi kaluar në ato kohë. Si unë kur kam qenë si fëmijë. Është edhe ky qëllimi sepse restauruat këtë veturë që mos t'i lëni anash ndoshta këto kujtime? Po. Për shkak të kujtimeve unë e kam restauruar këtë veturë edhe nëpërmjet asaj ne edhe në Maqedoni kemi formu klubin ton Retro Klub Tetova, unë jam kryetari i klubit Retro Klub Tetova. Shkaku i këtyreve, si t'ju them, një histori këtu përshkruhet, se jemi thkej në të fëmërinë tonë, kur kemi qenë të vegjël, i kemi shetit në këto vende edhe i dim si është, shkaku më kryesor aty është. Dobar dan, ja sam Olivera Krivokapić, dolazim iz Herceg Novog, član Old Army kluba. Prvi put sam sada na ovoj manifestaciji u Ulcinju, jako mi je drago što su kolege ovo organizovale, jako lepo i što su me pozvale. Ja sam vlasnik ove prelepe bube, ja inače vozim od uvek bubu, od 91. vozim stalno tu vrstu auta, volim to auto, volim taj zvuk da čujem i uživam u njemu. Ja često prolazim ovim putem, ali prvi put sam sad malo zastala i jako mi se sviđa pogled odavde i baš se radujem što idemo dalje do Ostrosa, jer to ranije nikad nisam obišla, čula sam za to mesto, ali nisam bila i nadam se da ću se opet vratiti, jer se bavim turizmom, mi smo vlasnici, ja i suprug turističke agencije, tako da ćemo gledati da ovo uvrstimo jednu turističku ponudu. Ovo auto što ja vozim trenutno je iz 1968. godine, ja sam drugi vlasnik, nisam nasledila, kupila sam ga pre 10 godina i održavam ga, nadam se da će moje dete da nasledi za 20 godina i dalje. Oldtimer Fest 2025 dëshmoi edhe një herë se pasioni për veturat klasike i ka përcen kufijt dhe bashkon njerëzit me vlerat përbashkëta, kujdesin për historinë, respektin për të kaluarën dhe dashurinë për bukurinë e vërtetë që nuk njeh kohë.